Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Rabi Osmani dhe sot do të mbajmë një orë mësimore virtuale në lëndën e shkencave natyrore. Pra, ju lutem nxënës të dashur, merrni librat e shkencave natyrore para dhe hapni në temën e 5, toka dhe hapësirat rreth saj. Dhe gjithashtu, mësimi në vazhdim, galaktika e largët. Si që shifni edhe në fotografi, kemi paraqit tokën dhe galaktikën. Në vazhdim, do të flasim për planetet dhe galaktikën. Në fotografinë e parë, shikoni gjithësinë e mbushur me yje. Pra qiellin në të cilën ne shohim një pjesë të saj. Pra, gjithësia është e përbërë nga grupe të mëdha yjesh të quajtura galaktik. Pra, gjithësia është e përbërë nga grupe të mëdha yjesh të quajtura galaktik. Atëherë, më poshtë kemi paraqitur diellin, hënën dhe tokë. Dielli, toka në të cilën jetojmë, dhe hëna jonë janë pjesë e një galaktike të vogël që quhet rruga e qumshtit. Ta përsërisëm edhe një herë. Dielli ynë, toka në të cilën jetojmë, hëna jonë janë pjesë e një galaktike të vogël që quhet rruga e qumshtit. Po nxënës të dashur, si mendoni, toka është planet? Besoj se u përgjigjet. Tani do të përgjigjem edhe unë. Toka është planet. Dielli është ylli më i afërt. Toka dhe dielli janë pjesë e galaktikës. Pra toka dhe dielli janë pjesë e galaktikës. Tani të shohna sistemin diellor. Në fillim shohna diellin. Pra dielli ynë është ylli i madh i bërë nga gazra të nxehta. Ta përsërisëm edhe një herë. Dielli ynë është yll i madh i bërë nga gazra të nxehta. Ai na jep ngrohtësi dhe dritë. Pra çka na jep dielli? Dielli na jep ngrohtësi dhe dritë. Toka jonë është pjesë e grupit të planete, si që shifni edhe në fotografi. Pra toka jonë është pjesë e grupit të planeteve të sistemit diellor. Hëna kometeve dhe asteroideve që lëvizin rreth diellit. Të gjitha ato i quajnë sistem diellor. Pra, sistemin diellor e përbëjnë planetet Mërkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni, 8 planetet dhe hëna, kometet dhe asteroidet, të cilët lëvizin rreth diellit, dhe këtë e quajmë sistem diellor. Sistemi diellor përbëhej prej diellit dhe 8 planeteve. Atëherë t'i përsërisëm cilët ishin planetet. Planetet janë Mërkuri, Venera apo Afërdita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Si shifni në fotografi, në qendër e kemi yllin e madh që quhet diell. Planetet lëvizin rreth diellit. Shihni se si lëvizin planetet rreth diellit. Në rrugë të mëdha eliptike. Këtë rrugë e quajmë orbit. Pra orbita. Planetet lëvizin rreth diellit në për rrugë të mëdha eliptike. Këto rrugë quhen orbita. Dielli është ylli jonë më i madh, i cili përbëhet prej gazrave të nxehtë. Vetë fotografia tregon se dielli është i zjarrt.
dhe kur e shohim është i zjarrt. Pra është i përbërë prej gazrave të nxehta. Prej diellit mirëshin ngrohtësi dhe dritë. Planeti tjetër është Mërkuri. Planeti më i afërt me diellin, më i vogël se Toka, është planeti shkëmbor Mërkuri. Afërdita apo Venera, planeti i cili ka më shumë vulkane se sa ndonjë planet tjetër në sistemin tonë diellor. Pra, Venera apo Afërdita ka më shumë vulkane se ndonjë planet tjetër në sistemin tonë diellor. Tani nxënës, e dini cili planet është ky? Pra, ky është planeti në të cilën ne jetojmë dhe planeti ndryshe e quajmë planet i jetës. Pra, planeti Tokë e quajmë planet i jetës. Marsi quhet planeti i kuq sepse dheun e ka me ngjyrë të kuqe. Jupiteri është planet më i madh në sistemin tonë diellor. Të gjithë planetet e tjera mund të vendosen në brendin e tij. Siç e shihni edhe në fotografi se sa është i madh planeti Jupiteri dhe planetet tjera sa janë të vogla. Saturn, në të ka pluhur dhe ka unas rreth tij. Pra, karakteristike planetit të Saturnit është unaza rreth tij, që rrotullohet. Urani është planet i largët nga Toka dhe i pari është zbuluar nga njeriu. Pra, vërenja se si duket Urani. Neptuni është planet i tetë me radhë në sistemin diellor. Dhe këtu mbaruam me planetet. Nxënës të dashur, ju keni për detyrë të plotsoni këtë fletë pune në një fletë të bardhë, por me që koha nuk na premton, ju duhet të bëni këtë e keni si model se si ta bëni një vizatim me planetet. Pra, detyrë shtëpie keni të mësoni mësimet, të vizatoni në vizatim sistemin planetar dhe të plotsoni në fletore pune faqen 42 dhe 43, ndërsa me plastelina të punoni planetet të mësuara. Dhe nxënës të dashur, ju sugjeroj se në internet ka faqe të ndryshme dhe shumë materiale për sistemin diellor dhe planetet. Uroj që t'i ndiqni nëpër internetet dhe të shihni saktë se si duket galaktika, rruga e qumshtit, sistemi planetar, orbita e kështu me radhë. Ju uroj një ditë të mirë dhe të këndshme. Ju uroj shëndet të plot juve dhe familjarëve tuaj dhe gjithë të mirat. Mesazhi i fundit është: rini në shtëpi.